ai moment është udhërrëfimi për jetën, për punën, për çdo gjë që e bëjnë shoqëni dhe në familje. Pas këtyre dhimbjeve, gjithmonë ka qenë vllai i madh ai që na ka drejtuar për jetën mirë, po me humbjen e tij ai shumë kam rënë për tokë. Me një kohë kam thënë se ç'është dojna me jetu. Ç'është dojna me jetu pato sepse ishim mësuar i marr këshillat, forcën, mbështetjen edhe financiare prej tij dhe e kam pas shumë vështirë, po në një moment u lodha dhe u mërzita shumë edhe vendosa mi kujtu fjalët e tij pas çdo dhimbje, sakrifice që ka lejshme që jeta vazhdon dhe ata që s'janë mesin tonë kanë dëshirë më na pa të hecë përpara. Dhe ju ashtu ja bët? Po. Në cilin vit u bët nën, pastaj ishte viti 2014? Po, viti 2014 ka qenë kur unë jam bërë nën, kam pru një jetë një ideal, dhe mas 2 vjetë që ka arë një jetë, ka fillu një çrregullim u paraqitaj humbja të folnit, mos lutnja me fëmijë tjerë, mungesë socializimi me fëmijë tjerë, mandej filloi edhe me refuzu edhe ushqimin dhe ne dërgojshmi, nuk është që se dërgojshmi te mjek, po s'kishmi ende një diagnozë. Dhe në momentin që kemi marrë diagnozën, u shkon një rast shumë i rëndë, vërtet për këtë aty në sfidave që kam kalu, po megjithatë për arsye që isha në punë dhe disha këtë pjesën e aspektit psikologjik, e cila më ka ndihmuar shumë prej kolegeve. Kur e mora lajmin vendosa, sepse kisha para vete 2 rrugë, po vendosa që vërtet luftoj, mos të krijoj ndonjë problem shëndetësor për veten, mbi ndonjë depresion, po të bëhem thjesht një non shumë e zoja, një non luftarake që lufton për fëmijët e vet. Edhe kam arrit me këshillën, me ndihmën e mjekeve, Mimoza Shahinit, doktoresha Adelina Berisha, Dije Marmullaku, e shumë tjera ju kërkoj falje nëse nuk i përmendi, po ato kanë qenë 3 shtytëset, ato 3 mbështetëset e mia që po Learti do të bëhet mirë dhe ti duhesh me vazhdu trajtimin e tij dhe duhesh me punu krahas trajtimit që e merrte profesionistët e fushës, duhet me punu edhe në shtëpi. Shumë me fëmijën edhe po ashtu bëra dhe në moshën 7 vjeçare Learti më thiri për herë të parë dhe për mua është ai moment që shumë herë edhe më jep shtytje me vazhdu jetën. Është ai moment që e kujtoj gjithmonë ku jam kanë edhe ku erdha ajo pjesë dhe unë po duna me vazhdu, duna me besu, proceset e natyrës, ligjet e natyrës janë këto që ne nuk i kemi në dorë, po trajtimin, ecjen përpara, shtytjen, ndihmën e fëmijës, duhemi me bu. Treguaj që në moshën 2 vjeçare veç se filluan këto shenjat e para. Kishin themi njohuri, ishte vështirë derisa marrët një diagnozë të saktë? Përbes nuk kemi pas ndaj njohuri dhe shumë na shqetësonte sepse ishte pas disa vite fëmia dhe që e prisnim, edhe nuk është që ajo pjesa që askush nuk e pret një smundje apo një problem, për neve ka qenë shumë shqetësuese sepse ne nuk dishim, shkojshim të secili mjek, po normal edhe ata na udhëzojshin derisa shkum në Tiranë dhe atje morëm diagnozën e djalit, po shkon momenti shumë i vështirë, kujtoj edhe sot, ai objekt më duket se ishte krejt mbi kokën time, po ajo forca mos më dorëzu për fëmijën. Me bo maksimumin si prind, mandej është edhe pjesa e natyrës e Zotit që nështë nuk e hupat vullnetin, mundin e prindit, se cilet prind. Ju zgjodhët rrugën si një nën e fortë që punuat shumë me djalin, qysh nga ajo moshë? Kemi punu bashkë me bashkëshortin, sepse kemi qenë të dytë në punë, po kemi gjetë atë pjesën që përveç trajtimit me Leartin duhemi mu marrë intensivisht edhe na dhe po kemi punu dhe i kemi rezultatet. Normal, sot shkon në klasën e 6, e ka anglishten, historin, matematikën si ma për zemër, është ti qetë, nuk e ngacmon askend, po nëse e ngacmojnë të tjerët, mandej pak i hupa i motivi, po me gjithat inkurajoj të gjithë prind që mos dorëzohen, të vazhdojnë trajtimin, të punojnë me fëmijët dhe rezultatet zbesoj që mungojnë tani. Treguaj që në të njëjtën kohë edhe keni punuar edhe ju edhe bashkëshorti, edhe jeni marrë intensivisht edhe me trajtimet e djalit në atë kohë. Ka qenë vështirë për ju? Djali ka frekuentu Qerdhen, edhe diku mbas dite kemi marrë, kemi udhëtu, sepse trajtimet atë kohë jem ka vetëm Prishtinë.
qendra të vogla, organizata të vogla në Prishtinë ose në Pej, nuk është që ka pas dikun tjetër që janë marrë, sepse dojnë kuadro profesionale më marrë me trajtimin e fëmijëve. Dhe ne kemi ardhur po në Prishtinë, vikendeve kemi punu shumë, kemi lanë gjithçka për me punu me lartin, me qitë natyrë, me fol, me to se u dash me fol shumë. Shumë edhe pse nuk mershmi këthim të fjalëve nga larti, po na vazhdojshmi do thotë se këshillat ishin asiloj që na duhemi me punu me lartin shumë edhe kemi punu shumë. Të dytë kemi punu shumë. Një moment që gjithmonë ju mban të fortë e përmendet që është hera e parë kur djali juaj ju thirrë në moshën 7 vjeçare. Na përshkruani pak atë moment, po besoj që gjithmonë e keni të freskë kështu para syve. Gjithmonë e kam të freskët edhe gjithmonë kur shoh dhe mendoj diçka, gjithmonë e kam lartin që ku ka qenë edhe ku erdhi, më thirri dhe për mua ishte bota dhe ai moment është udhërrëfimi për jetën, për punën, për çdo gjë që e bëj në shoqëni dhe në familje. Përmendet edhe pjesën e shkollës, tani Larti është në klasë të 6. I ka ato lëndët e tij të preferuara, po ka qenë vështirë kjo pjesa e socializimit, për shkak që përmendet që në atë kohë keni vrejt mungesën e socializimit. Në fillim ka qenë shumë e vështirë socializimi sepse nuk i ka dash fëmijë tjerë, po Larti ka pas fatin ka pas asistente. Dhe ka vazhdu punën edhe me asistente në shkollë, po ashtu edhe jashtë shkollë ka marrë edhe seanca, gjë që i ka ndihmu. Dhe me një mosh, do thotë në klasën e 4, kur ka arrit Larti, socializimi tani me ka qenë nivel